Në Muzeun Arkeologjik të Durrësit është promovuar libri Kërkime arkeologjike me autor ish drejtuesin e këtij muzeu, Afrim Hoti. Në libër janë përmbledhur artikuj shkencor të një periudhe 20 vjeçare të punës së autorit, respektivisht nga viti 1980 deri në vitin 2000. Në këtë promovim kanë marrë pjesë intelektual të njohur drusak, arkeolog, shkrimtar dhe personalitete të njohura në fushën e shkencës dhe kulturës. Lidhur me këtë botim, autori hedh dritë mbi kërkimet shkencore të pasqyruara në librin e botuar. Hedh dritë mbi aktivitetin kërkimor shkencor që është bërë në Durrës, konkretisht për këtë libër, gjatë viteve 1980-2000. Është një fazë e parë e kërkimeve ku unë kam udhëhequr dhe më pas do vazhdojmë edhe me rezultatet e tjera dhe arritjet e tjera me vëllime të tjera që Muzeu Arkeologjik me siglën e tij tashmë ka marrë përsipër për të përballuar këtë kolan shumë vëllimshë. Lidhur me vlerat e mëdha arkeologjike të qytetit të Durrësit, arkeologu i vjetër Hoti shpreh se nën toka këtij qyteti është një rezervat i madh arkeologjik që përfshihet në familjen e madhe mesdhetare dhe europiane. Nën toka e Durrësit është një rezervat i madh, nuk është një nën tokë diku në periferi të civilizimeve mesdhetare, po është pikërisht është një nga qendrat e mëdha, Durrësi është një përfshihet në këtë familjen e madhe mesdhetare dhe europiane dhe jo më kot UNESCO që në vitin 1989 ka përfshirë Durrësin bashkë me Apollonin në trashëgiminë botërore mesdhetare. Në qoftë se kemi të shpallura Butvintin, Gjirokastën, këta janë në shkallë kombëtare të shpallur, kurse Durrësi dhe Apollonia janë në një kuadër më të gjerë mesdhetar, sepse edhe bën gabime, thuhet që akoma Durrësi nuk është në mbrojtje të UNESCO-s. Durrësi ka filluar mbrojtjen nga UNESCO që nga viti 1989. Pjesëmarrësit folën në këtë takim mbi vlerat konkrete shkencore të këtij libri interesant.